Komuna e Prishtinës ka njoftuar qytetarët se gjatë fillimit të muajit shkurt do të zhvillohen 2 aktivitete trajnuese nga kadetët e Forcës së Sigurisë së Kosovës në zona të ndryshme të kryeqytetit dhe rrethinës, sipas njoftimit më 3 shkurt 2026, në zonën e Badovcit, Qendra Studimore Universitare e FSK-s do të realizojë një trajnim në terren për navigim toksor me emërtimin Rruga e Heronjve, ndërkaq me 6 dhe 7 shkurt 2026 në zonën e Koliqit, Qendra Studimore Universitare e Komandës Doktrinës dhe Stërvitjes së FSK-s do të zhvillojë një vlerësim praktik për operacione mbrojtëse në terren. Nga Komuna e Prishtinës është theksuar se ushtrime dhe trajnime të ngjashme janë realizuar edhe më herët nga kadetët e FSK-s, edhe se ato kanë karakter profesional dhe edukativ. Autoritetet komunale kanë kërkuar mirëkuptim dhe bashkëpunimin e qytetarëve gjatë zhvillimit të këtyre aktiviteteve, duke bërë të ditur se për çdo informat shtesë do të ketë njoftime me kohë. Ministri i Mbrojtjes Eyup Maqedonci ka ndarë në rrjetet sociale disa pamje nga trajnimi i veçantë i Forcës së Sigurisë së Kosovës, duke theksuar se pjesëtarët e saj janë gjithmonë të përgatitur për çdo rrethan. Ky trajnim është zhvilluar në qendrat ndërkombëtare trajnuese për kërkim shpëtimin e Gardës Kombëtare të FSK-s në kuadër të rritjes dhe zhvillimit të kapaciteteve ushtarake për mbështetjen e autoriteteve civile. Ai kishte për qëllim të testojë dhe të forcojë aftësitë e pjesëtarëve të FSK-s në kushte të vështira ujore përmes ushtrimeve të specializuara në mbijetesën në ujë. Sipas ministrit Maqedonci, trajnimi synon që ushtarët të jenë të përgatitur për të përballur me situata komplekse në mjedisë ujore, qoftë në nivel individual ashtu edhe në nivel ekipor. Përmes këtij procesi ata zhvilluan aftësinë praktike dhe teknike të domosdoshme për përballimin e kushteve ekstreme. Në pamjet e publikuara shihen ushtarët duke kaluar lumenjet e qene me uniforma dhe pajisje të plota, duke demonstruar vendosmërinë dhe gatishmërinë e tyre. Ushtrimet kanë përfshirë notin taktik, improvizimin e mjeteve për të mbijetuar në ujë si dhe teknika për të kaluar zona të rrezikshme ujore me pajisje të rënda. Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte përgatitja profesionale e pjesëtarëve të FSK-s për operacione në ujë, duke ndërtuar aftësitë mbijetesës dhe improvizimit në kushte të vështira. Përmes këtyre ushtrimeve, pjesëtarët e aftësuan në teknika që janë thelbësore për misionet e tyre brenda dhe jashtë vendit, shkroi ndër të tjera ministri Maqedonci. Trajnimet të tilla konsiderohen shumë të rëndësishme për FSK-n, pasi forcat e saj shpesh mund të angazhohen në operacione humanitare dhe të shpëtimit. Përveç detyrave ushtarake, përgatitja për situata emergjente, si përmbytjet apo aksidentet në ujë është një element thelbësor i kapaciteteve të saj. Postimi i ministrit është pritur me mbështetje nga qytetarët të cilët kanë përshëndetur përkushtimin e FSK-s dhe nivelin e lartë të profesionalizmit që ajo po tregon çdo ditë. Me këtë trajnim, FSK dëshmon edhe një herë se është e përgatshme të përballet me çdo sfidë, duke mbetur një forcë e besueshme për sigurinë e qytetarëve dhe për misionet ndërkombëtare ku mund të angazhohet.